Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam e dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 35 rreth historisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, ngjarjeve, ndodhive dhe mësimeve që i marrim për këtyre ngjarjeve. Dhe kemi përfunduar historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Na kanë mbetur 3-4 derse për me kompletu serin ose sezonin, edhe kemi përzgjedhur që me fol për Abu Bekrin edhe për Omerin radhiyallahu anhu, se çysh kanë rrjedh punët, që pastaj shteti, udhëheqja e shtetit, po edhe udhëheqja me fen, çysh ka kaluar në dorë të Abu Bekrit, çka ka bëu Abu Bekri, pastaj çka ka kaluar në dorë të Omerit dhe çka ka bëu Omeri me to. Po para se me fillu me dersin, është dersi i fundit i kësaj serie, sepse do të pauzojmë deri në shtator me lejen e Allahut të lartësuar për të kthyer me sezonin e re në shtator. Po ajo që më boni përshtypje është se kjo sezon, prej kur kemi filluar deri tash, i ka pas 35 derse. 35 derse, ata që janë konë me neve vazhdimisht, 35 orë i kanë të deponuar inshallah taala në peshojën e punëve të mira ditën e gjykimit. 35 orë kanë nejt në mexhlise me melaqet. 35 orë kanë nejt në kopshtet e xhenetit. Cilat janë kopshtet e xhenetit në tokë? Kopshtet e xhenetit në tokë janë mexhliset e dhikrit. Edhe që kjo është pikërisht, që kjo është mexhlisi i dhikrit, sepse kur thuhet mexhliset e dhikrit, nuk është për qëllim me marrë të spet ose me thonë subhanallahu alhamdulillah. Dhikr është edhe përmendja e Allahut ose mësimi rreth Allahut dhe fejsë Allahut të lartësuar. Në anën tjetër vëllezëni, është shumë rëndësi që koha po ecë. Domthonjë që 35 derse, 35 javë kemi ecë bashkarisht, edhe po na duket sikurse me pas fillu dje. Këto 35 javë kanë ecë edhe për neve dhe për ato i cili as nuk kanë për këto derse dhe as nuk ka prezantuar asnjërin prej tyre. Që do të thotë se mas 35 javë kemi dalë në një periudhë të njëjtë, edhe aty nuk ka kaluar kjo edhe neve. Mirë po, na inshallah kemi deponuar diçka te Allahu i lartësuar. Kështu që nuk duhet më u kursy, edhe nuk duhet me i humb shanset dhe mundësitë, sepse i kemi mundësitë sot të lira për me marrë dije, kemi hoxhallar, kemi ligjërata të shumta që ndoshta i vjen rënë dikur që mos me mujt me i gjetë derset, mos e mujt me gjetë ligjërata, mos e mujt me gjetë hoxhallar. Ti don me shku me ngur një ligjërat, mirë po më nuk mundesh me gjetë ose janë shumë të rralla ose s'mundesh ti. Ka ligjërata po ti s'mundesh e prezanton. Kështu që këtu nuk duhet më bëj asket. Këtu nuk është i pranuar asketizmi, vallahi po kursena, po runa, për ligjërata, nuk po ipna shumë mas ty në një asketizmi, kjo dërvëshllëk, nuk është asketizm. Se me tik ligjërata, me pas mundësi me nguli ligjërata, edhe me tik, edhe është të dobishme, edhe të duhet, dije që kjo në ka ndodhë për shkak gjunohëve, ose në gjunohë që i kemi bëhë, dhe Allah në ka prihu, për këti hajrit madhë. Kështu që, inshallah ta'ala, në shtator këthejemi prapë me sezonin e 5 me lejen e Allahut të lartësuar, edhe ta shohim se çfarë do të shpjegojmë bashkërisht. E kemi titulluar dersin e radhës Omeri udhëheqësi i dytë i muslimanëve. Edhe kemi thonë që pas vdekjes së Abu Bekrit radhiyallahu anhu, unanimisht muslimanët e zgjedhin për udhëheqës Abu Bekrin, madje ky është edhe testamenti o zgjedhin Omerin, madje ky është testamenti i Abu Bekrit, se Abu Bekrit para se me vdekje lën testament që me zgjedh Omerin, edhe sahabët të gjithë pajtohen unanimisht. Asnjë zonë nuk është kundër zgjedhjes së Omerit, pos disa vrejtë që i kanë pas sahabët, që i kemi përmend se ashpërsia e tij, mirë po, pastaj janë bind që Omeri është kon më i duhuri për mu zgjedh. Mirë, mos i që zgjedhet Omeri radhiyallahu anhu, e mbon fjalimin në cilën i shpalos politikat e veta se çu ka me qeverisë shtetin, edhe fillon me vendimet e para. Vendimi i parë që e merr Omeri është shumë interesant, edhe don studim ky vendim është kur e ndron Khalid ibn Walidin me Abu Ubaida ibn Jarrah. Domthonë dy burra të mëdhej, dy komandantë strategë të njoftën, mirë po për si strateg, si luftëtar, Khalidi më i shqum. E tash Omeri radhiyallahu anhu vendimin e parë po e ndron Khalid ibn Walidin. Pse kjo? As ka pas probleme tjera, a nuk ka pas sfida tjera me cilat do dosh më marr Omeri radhiyallahu anhu, mirë, po kjo është e para,
e shohim që kjo është kone kohës. Por Omeri radhiyallahu anhu, kjo është kone kohës. Mirë, pse e ka ndru Omeri? Me kaq urgjencë. Fillimisht, Omeri radhiyallahu anhu ja ka dërgu ushtrisë në Sham, e cila ka qenë një përbomje mbi 10.000 sahabe dhe fëmijë sahabeve tabiin. Në mesin e tyre ka qenë Amr ibn As, Abu Ubayd ibn Jarrah, ka qenë Khalid ibn Walidi, e kanë qenë shumë tjerë. Ja ka qenë shkres ku i ka lajmëruar se ka vdekur Abu Bekri, halife i muslimanëve, unë jam bo halife, edhe kam vendosur që Abu Ubayd ibn Jarrah me vendos komandant kryesor suprem të forcave të armatuesve të shtetit islam në vend të Khalid ibn Walidit. Mirë, po don Allahu që kjo shkres mu vënu ma shumë se një muj. E tash për një muj llogariti atje sa në gjarit janë mu. Edhe letra kur kam rri, nuk kam rri në kohën kër e ka para pa Omeri. Mirë, po kam rri në një kohë shumë delikate. Mirë, po njerëz të mdhej vrehen këto që edhe në situatat delikate din me dalë faqe bardh. Mirë, pse e ndrej Khalid ibn Walidi? Khalid ibn Walidin me Abu Ubayd ibn Jarrah, pse e ndrej Omeri radhiyallahu anhu? Janë disa shkaqe ose arsye që i kanë përmend. Arsyeja më banale, arsye që si e vlen edhe më përmend, mirë po e nini, ose ka mundësi që e lexoni dikun, është se Omeri dhe Khalid ibn Walidi kanë pas disa probleme personale dhe ka prit Omeri mu bëu herse dhe me im shumë me shotu Khalid ibn Walidin. Këtu muhabete mund me ndodh mes protagonistëve të pushtetit në këtë kohë. Mirë, po me këta njerëz do Allah që kanë luftu për xhenet, me këta njerëz që s'kanë pas matematikat dënjos, edhe nuk kanë pas as nërmend që ka shku se qysh me shotu një tjetrin për diçka të dënjas, s'paramendohet kjo. Kështu që zven shprehje kjo. Mirë, po a gjindet kjo si version gjindet, sidomos në për librat që nuk janë profesionale ose nuk janë kredibil, nuk janë të sakt të historisë. Sepse Omeri radhiyallahu anhu, dhe mos që e shkarkon Khalidin, vazhdimisht e përmend, e lavdëron, ja përmend vlerat, e që do të thotë se të kishin pas probleme këta mes veti, u kry mu Khalid ibn Walidin e shkarkova dhe dohet me që mund të u kry. Mirë, arsyeja e dytë është frika e Omerit se njerëzit po mbështeten Khalid ibn Walidin dhe po harrojnë mbështetjen në Allahun e lartësuar. Këto e kanë përmend disa historianë. Bile hente fjalë të Omerit radhiyallahu anhu, që thotë se unë Khalidin nuk e kam shkarku pse ka tradhtu ose pse ka kryer punën mirë. Mirë, po thot sepse njerëzit kanë fillu me pa që fitoria vjen përmes Khalidit, jo prej Allahut. Gjithashtu do thonje tjera që i ka përmend Omeri radhiyallahu anhu gjashtu me këto, thot Khalidin e kum shkarku për me tregu njerëzve se Allahu e ndihmon këtë fejë edhe për Khalid ibn Walidin. E ndihmon edhe me Abu Ubayd ibn Jarrah me tjetrin edhe me tjetrin. Kjo arsye mund të më kon deri dikun e kapshme. Arsyeja e tretë është se pozitën edhe funksionet që i kryen të Khalid ibn Walidin në kohën e Abu Bekrit nuk i përshtatej Omerit. Sepse Abu Bekri radhiyallahu anhu i kishte dhënë fare autonomi Khalid ibn Walidit që në trevat luftës, në përmejdonet luftës, në për të vende ku pritet me luftë, ti vepro që është apo shtarësyshme. Cakto komandant, shkarko komandant, doj ploshk luftës, ban marrëveshje, mos bën marrëveshje, e kishte dhënë autonomi Khalid ibn Walidit. Ndërsa Omeri radhiyallahu anhu kishte një politikë tjetër. Omeri donte që për gjithçka në detaje me i ditë planet. Kemi me hinë luftë me romakët, detajet. Po pranojnë me pagu gjizjen shtetit islam filan fisi, detajet Omeri radhiyallahu anhu. E kështu që nuk i ka përshtat Omeri radhiyallahu anhu, nuk i ka përshtat stili i që shka vepru Khalid ibn Walidi, po dhe Khalid ibn Walidit nuk i ka përshtat kërkesat që i ka pas Omeri radhiyallahu anhu për çdo detaj me i qu lajmin. Edhe kjo mundet më konë deri dikon e kapshme. Pastaj arsyeja tjetër është se Khalid ibn Walidi ka qenë pak i ashpër për natyrës. Omeri i ashpër, dëtashpër e kollin. Thënë historianët, Abu Bekri ka qenë i butë shumë, Khalid ibn Walidi i pak i ashpër dhe u zboni fort balanci aty. E tash Omeri i ashpër, Khalidi i ashpër, ka mundësi që mos pe i bojnë e kujt zullomat pa drejt, e kështu që Omeri pak i ashpër, Abu Ubayd shumë i butë dhe apet është bon balanci mes tyre. Kjo është shumë evidente me qenë kjo arsye. Arsyeja tjetër është që e kanë përmend gjithashtu disa historianë është se Omeri ka mendu që Khalid ibn Walidin me lon halife masi vdes. E kanë përmend disa historianë. Qysh, kur ka vdek ose para se me vdek Omeri në smundjen e vdekjes, i kanë thonë kon po e lën. Abu Bekri të laty, ti kon po e lën. Thotë nëse e lon dikan, e caktoi dikan,
është dikush që ka caktuar para meje, që është më i mirë se unë, por Abu Bekri. Nëse Selon kërkan është dikush më i mirë se natë dy që s'ka caktuar heqë, që është Omer radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam. Pastaj thot Omer radhiyallahu, ti shkon gjallë Abu Ubejde. Se Abu Ubejde vdes. Vdes prej smundjes murtajës në Sham. Kur bjen murtaja në Sham, vdesin shumë sahabe. Vdes Muadh ibn Jabali, vdes Abu Ubejde ibn Jarrah, shumë të tjerë në prej smundjes së murtajës që bjen në Sham. Thot ti shkon Abu Ubejde gjallë, e kisha thonë Abu Ubejde me bu halife. Pse? Thot kur të këzhvet Allahu se çka bone, i kisha thonë o Allahu im, e kum dëgju pejgamberin tanë të thonë se besniku i këtij umeti është Abu Ubejde, edhe për ata e kum caktu besnikën e umetit të thjesht musliman. Po edhe Khalid ibn Velidi ti shkon gjallë, sa Khalid ibn Velidi 3 vjet mos e vjen pushtet, më jeri vdes. Vdes për vdekjes natyrale, shtrat vdes. Thot edhe Khalidi ti shkon gjallë, e kisha caktu halife, dhe ku të më këzhvet Allah i kisha thonë, e këm caktu një person që i dërguar e jëtë për to ka thonë, kjo është shpatë Allahut. Që do të thotë se, si mas kësoj thonje, del që i ka pos plane që Khalid ibn Velidin me afrodhët e halifati. Allahu e din mas miri, po kryesurja nuk ka dyshim që Omeri radhiyallahu anhu ka bërë këtë rakat për shkaqe strategjike dhe i ka dalë strategjia më mirë. Strategjia i ka dalë më mirë, edhe ka funksionuar shumë mirë. Elhamdulillah, edhe pse Khalid ibn Velidi pastaj ka mbet ushtar, edhe ka mbet nën komandant i udhëhequr nga Abu Ubejde ibn Jarrah, ku e ka caktuar çka i ka thonë, absolutisht nuk ka refuzuar kurr. Do më ka mbet pjesë e ushtrisë mirë, po ju komandanti kryesor. Edhe, më thonë, Khalid ibn Velidi jeton edhe 3 vjet. Masi që zgjedhet Omeri halife, gjatë këtyre 3 vjetëve ka qenë ushtar i denj edhe nën oficer i denj e Abu Ubejde ibn Jarrah, derisa Allahu ja ka marrë shpirtin. Ndërsa letra për shkarkimin e Khalid ibn Velidit edhe vendosin vendi të Abu Ubejdes i mrrin sahabëve duke qenë në luftën e Jarmukut. Lufta më e rëndë ndoshta që e kanë bërë sahabët, për cilën do të flasim në vazhdim. Betejë e Jarmukut, vazhdim. Vendi Jarmuk është një vend në Jordanin e sotme, mes Jordanit edhe Izraelit është lumi Jordani thënë. I thënë lumi Jordan. Unë jam konë të këtë vend. Bashkë të betejë ku është bo, dhe të vendi ku është bo betejë e Jarmukut. Në kohën e Abu Bekrit, është afër qytetit Idlib në Jordani, kush jo Irbet, jo Idlib, Idlib është Siri, Irbet. Në kohën e Abu Bekrit, Amr ibn Asi, pastaj Shurahbil ibn Hasana, njerëz të mëdhej, komandantët të mëdhej, Ikrema ibn Abi Jahl, Khalid ibn Velidi, Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Këta kanë qenë komandantët që i kanë udhëhequr një pjesë të madhe të luftave të Shamit dhe kanë çliruar shumë rajonet të Shamit. Pse po them kanë çliruar? Për arsye se Shami, populli i Shamit, Hims, Damask, qyteti i Ilija, pastaj Kudsi, Jerusalemi, kanë qenë banorë vendas që kanë qenë të pushtuar prej romakëve. Edhe për ata sa u ahjekin romakët, muslimanët u ahjekin romakët këtyre njerëzve, pra hinë në islam shumë shpejt dhe bonë musliman me Damaske, me Himse, me kretë këtu. Edhe tash kur e hupin edhe Himsin, Himsi ka qenë qendër e madhe, Damaskun po, Himsin gjithashtu, Busra, një qytet i vogël tash është Siri, ka qenë qytet i madh atëherë, romakëve thotë na ka kaplu marrja, do të me loftirë diqysh. Edhe arrim me i mbledh kretë ushtrin gati thuja se shka e kanë perandori, edhe më ballafaqu me muslimanët, që me kthy reputacionin edhe me hek marrën që ju ka. Kjo ushtri thuhet që ka pas armen, ka pas grek, ka pas romak, ka pas Ballkanit, popullit e Ballkanit, gjithkund ku kanë perandoria osmane ka mbledh ushtar, edhe thuhet që i ka pas qerek milioni ushtar, 240.000 ushtar. 240.000 bubrejsa me të lëshu dikosh, bojnë helaq. Ndërsa, këta kanë arrit me mbledh 240.000 ushtar. Kur morin vesh që Heraklio, perandori romak, e ka përgatit këtë ushtri dhe do më mësy vendeve të Shamit, prap me i kthy pushtetin edhe reputacionin, Abu Ubejde ibn Jarrah, Khalid ibn Velidi, pastaj Shurahbil ibn Hasana që i përmendëm, Amr ibn Asi, që ka qenë Palestina, Amr ibn Asi, si dhe i ka pas kanë i krahin. Jenë mbledh edhe po diskutojnë që ka me bon. Edhe i kanë mbledh këtë forcat ofër Damaskut të sudit. Ndërsa, ushtria romake ka lënë ka Himsi e merr prap Himsin, qytetin e Himsit, që është sot Hims. Edhe nuk vjen Damask,
po shkon pozicionohet te lumi Jordan ku është vendi i Jarmuk që quhet. Edhe muslimanët arrin me i mbledh dikon prej 36.000 deri në 40.000 ushtar. Mirë, po 40.000 me 240.000 në 6 herë 4, 24, 6 herë më e madhe ushtria. Mirë, po gjithmonë muslimanët, sidomos të parët, brezat e parë, nuk kanë luftu kur me numër, as me përgatitje ushtarake, kanë luftu me zemër. Edhe bohën bashkarisht, i qënë letër Medine, do më thonë halifatit, që kemi nevoj për forca shtesë, që ato forca që kanë qenë në Irak në atë kohë dhe që kanë qenë në Sham janë mbledhur gjitha edhe kanë shku në Jarmuk. Jarmuk, Khalid ibn Velidi është interesant, e bën një strategji dhe e bën një ndomje të ushtrisë që sot dhe adet halo studiohet qysh ka arrit Khalid ibn Velidi me 40.000 ushtar, me muj 240.000. Mi uvro Khalid ibn Velidit 4.000, ndërsa ushtria e romakëve thuhet 70.000 janë vro. Oni bën një treta gati një treta, ndërsa këne janë vro 4.000. Qysh ka arrit Khalid ibn Velidi me bokta? Unë sot dhe ditë studiosi strategji. Khalid ibn Velidi për herë të parë don ushtrin qeta, edhe i ndon 36 qeta, si cilën qetë ka 600 deri 1.000. Ndërsa me veti i lën një 4.000 kalarës. Qëta kalarës, pastaj me ta Khalid ibn Velidi ndërhyn në betej kur ka nevojë. Kryesorja, beteja është e gjatë. Ja vlen me shpjegu veç për ta, jo një ders, po më shumë se një ders, po e përmendim shkurtimisht çka ka ndodhur. Lufta ka zgjatur 6 ditë. Llogariti 240.000 ushtar, kënina i 40.000. Armatim superior, këta armatimin që ato që kanë pas. Janë mundu me i bot disa marrëveshje. Ka lyp për makt një herë, më na i mjaftu dikonin që me bisedu, ka shku Khalid ibn Velidi, janë mundu me poshtru. Ka thonë, sa pare po lypni jo, edhe për secilin ushtar, sa pare lypti, unë e pjavja, po më veç këthene, shkani kukin e ardhë, që këtu venit jenë tunët. Pastaj Khalid ibn Velidi thotë, unë me që si njerë si ju, plot si ju i kumë rahatu më ti, kështu që se kam dertë. Edhe vjen hesapi më ndesh. Pozicioni ushtrisë romakëve është pozicioni i keq, i disfavorshëm. Mropa e kanë lumin, përpara e kanë ushtrinë dhe shkretinën. Ja me luftu, ja me ronë lum. Dërsa muslimanët e dinë që ja fitore, ja, që hedlëk, inshallah. Edhe arrin në ditën e parë, arrin Khalid ibn Velidi që i kanë dava të qetat, 36 qeta, pastaj si cëllës në Kataroni ka dhe, onën e majtë, onën e djathë, qendrën, epiqendrën edhe mropa, kryesore dhe si cilës grup ja kalon ka 2.000 kalarës. Këta kalarësit edhe kanë qenë mbrojtje, po edhe kanë qenë ndërhyri kur ka pos nevoj. Edhe kanë sulmu si rufeshëm ditën e parë, kogje fitojnë muslimanët edhe e fitojnë betejnë e ditës të parë. Mirë po skryt lufta. E fitojnë betejnë e ditës të parë, i hinë tuta kogje shumë ushtrisë romakëve dhe e presin ditën e dytë. Ditën e dytë është interesant se ushtria romakëve vëllezër kanë qenë 240.000, mirë po kanë qenë të ndarë fraksione të ndryshme, edhe fetare, edhe kombëtare. Fe të ndryshme, kisha të ndryshme, fraksione të ndryshme, krishterë domthon të kishave të ndryshme, pastaj edhe nacionalitete të ndryshme. So që aty, si mas gjitha gjasat, ka pas edhe shqiptar, edhe popull Ballkanit. Kështu që nuk e kanë pas sigurin njëri tjetrin. Të vëhanë në çdo moment kanë llogarit që e tradhton njëri tjetrin. Për ata dhe nuk u konë beteja e tyre shumë e ashpër edhe me shpirt. Por derisa muslimanët janë konë të lidhur njëri me tjetrin. Kjo është fakti i gjallë edhe praktik që për me arrit fitore, për me fitu qoftë betejë, qoftë çfarë do, fitore tjetër, po s'jem të bashkuar, po s'jem të lidhur me njëri tjetrin, s'ka fitore. Sepse muslimanët e Jarmukut kanë qenë sikurse me qenë njëri. Edhe Allah ja ka qenë fitore. Ndërsa romakët kanë qenë të shkapërderën, të shpërndam, edhe për ata e kanë pësu disfatën. Pastaj vjen dita e dytë, gjithashtu muslimanët ja paraprim me sulm romakëve, prap fitojnë. Dita e tretë, dita e katërt është përsohet. Ditën e katërt muslimanët sulmohen si në pabesi dhe quhet dita e syve, kishin thonë, për arsye se 700 ushtarë të muslimanëve janë godit me shigjeta në sytë të tyre. Do 700 janë plagos në sy vesh, e lema ka pjesa tjetër. Në ditën e 5, thot parandori i komandonti i forca romake, i thot Khalid Velidit i qënë lajm, a bojmë një anë pushim.
ti mjekojmë plagosi, ta këshymi ku jemi. Khalid Velidi e kupton që kjo strategji që ai mori gropohu dhe me boni strategji tjetër, thotë jo, kena me vazhdo luftën. Në ditën e 6 ashpërsohet lufta shumë. Tepër shumë. Ndërsa këtu shfaqet, Khalid Velidi e përcjell, domethënë si cila ditë është ders në vetë, me shpjegu se çush ka ndodhur. Edhe çfarë strategji ka përdorur Khalid Velidi, wallahi është ders në vetë për ushtritë e sodit. Khalid Velidit nuk ka mujt me zonë të papërgatitur asnjëherë romakët. Gjithmonë ja ka parapri leximin e strategjisë, ka lexuar strategjinë hala pa hinjata në pa shtin funksion. Mirë, po dita e 6 është dita vendimtare. Ja po hupum, ja po fitoj. Këtu shfaqet e Ikreme ibn Abi Jahl, djali i Abu Jahlit, subhanallahu, Abu Jahli. Ndërsa Ikreme ibn Abu Jahl, djali i Abu Jahlit, Ikremi shfaqet këtu, më të vërtet një musliman i rrallë, i pashaq. Edhe e shet që më të vërtet situata është e rëndë, duhet me bë sulm kamikaz. Sot i shquajt sulm kamikaz. Edhe thotë Ikreme, është kalarës. Thotë, kush ma jep besën sot me vdek për hir të Allahut. Llogarit e fjalët e Ikremës, fjalët e babës tij të Abu Jahlit, subhanallahu, për ata s'dihet. Allahu ka në udhëzën. Kush ma jep besën, thotë, sot me vdek për hir të Allahut. 400 kalarës ju bëhen rrethit. Thotë na, edhe me qëta 400 futët në mesin e ushtrisë, e shpërthen rrethin, edhe fut ashtë llogariti në mesin e krejt asoj ushtrisë që bënë ki 100.000 ushtari, ka që atë është të luftu i krime. Edhe arrim me luftu, edhe arrim me ju shkaktu damet më dhaja, mirë po asë njani prej tyne nuk pështën, vetëm një. Edhe ai arrim me dali gjallë, edhe vjen të Khalid Velidi i tregon se që ka ndodhë, pastaj Khalid Velidi e shfrytëzon këtë pikë, të dobët edhe këtë disfat që e ka shkaktu i Ikreme romakve, i sulmin betanahonët dhe i disa i afrojnë të lumi, të lumi Jordan që është, ose lumi i Jarmunkut që është. Aty tash fillojnë me ikë romakët. Ose humbjet më dhoja, vdekjet më dhoja, të shpartallun fillojnë me ikë. Edhe e kanë pos një urë për me dollë ka bregu tjetër i lumit. Aja urë u kone ngushtë. Mirë po, njëni për komandantëve të muslimanëve, me një grupë të vogël, ju ka sjellë mrapa dhe jep ka prish urën. Kur shkojnë të ura i presht, plus edhe e ngushtë është, ka me dalë tash. Disa bin lëm, e më rritën vetë, disa që ashtu e kalojnë që është muj lumin militara me që kanë mujt, një pjesë e madhe zinë rëpë. Edhe përfundon beteja me disfat të thellë të romakve, edhe kjo betej ju jep fund ekzistimit të romakve në Sham. S'ka më në Sham në romak. Në Sham më janë banorët e Shamit, banorët e Siris, e qyteteve të Siris, banorët e Jordanis, banorët e Palestinës, Kutsit e kështu më radhë. Edhe shka shpëtojnë për ty në ikin edhe shkojnë në brigjet e Turqisë të sodit, ku e në të qytetet bregdetare, edhe ma nuk ka në Sham, romak, që ata që janë në zonën në Robë, i marrin, pastaj si Robë, si sklavër, të vdekurit thuhet që e kalojnë 7.000 romak, ndërsa muslimanët mbi 4.000 kanë qenë të vramë shahedët e Jarmunkut. Mirë po, betejë vendimtare. Këtu të shfaqet një maturi e pashaq e sahabëve. Këtu masit kryet lufta, vjen Ebu Ubejde ibn Jarrah radhiyallahu anhu, edhe i thot Khalid Velidit, udhëheci muslimanëve ka qenë letër. Thot letra kam rritë që një javë aty. Mirë po në kom rujtë, që mos më në ndodhë në luft në i farhutije, sepse në pas ledzu shkresën e Omerit, të konë në vrullin e luftës, se po e ndërën komandantin dhe bëjman dikant tjetër, i shkaftu një hutije dhe një të lovinë në betej, mirë po ka dosht Allah i lartëson, që kjo letër ka rënë në dorë të Ebu Ubejdes, edhe Ebu Ubejde e kam shif. U kry lufta, hajde përcim. Edhe i thot Khalid Velidit, për në lajmëran Omeri se pas ka vdek Ebu Bekri, radhiyallahu anhu. Edhe të ka boj halife, edhe pas ka caktu më unë ventanin. Se kom ledzu thot letrën, se jam tot që po shkaktohen trazina edhe paqartësia dhe pe humbën betejën. Quhet Khalid Velidi dhe e puthë Ebu Ubejden në balë. Edhe thot më të vërtet, e pas ka zgjedh Omeri njëri që është i denjë, e meritan këto. Ndërsa mu që pas ka hek me urësi, ka një urësi këto. A unë jam robi Allahut, edhe shërptori i fejsë Allahut, ku të më thoni unë kam u konë me juve. Radhiyallahu anhu arda, dhe vazhdojnë pastaj jeta e tyre shumë normal. Do më ndrohet komanda kryesore.
edhe pa ndodh eksesi edhe më i vogël, edhe pa hatër mbetjen edhe më të vogël, për arsye se ata s'kan luftuar për pozitë. Khalid ibn Velidi nuk ka dalë parë, duke ja bë këtë fitore me thonë njerëzit Khalid ibn Velidi. Po Khalid ibn Velidi ka dashur me qenë shërtori i Allahut. Çi ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasallam kur u bë musliman. Thotë që të shpatë kum përdor kundër islamit. Deq tash. Për me lau këtë bërgjë që e kam une, ka me përdor që tash me mbrojt islam. Dhe e vdekjet, për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë shpatë Allahut sepse lufton. Shpatën e përdor për me arrit kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Pastaj e kemi betejën e Kadisijës. Domthon këtu janë zhvillimet ose betejat kryesore të Omerit, sepse jeta e Omerit vëllazë 10 vjet e gjys. Secili vjet me 10 raderse i ka. Mirë po, nda po i përmendë vetëm ngjarjet kryesore të cilat janë ndryshojnë rrjedhën e historisë, sepse Shami u pastru për romakëve. Për ata Himsi, subhanallah, e përmend historiant, banorët e Himsit, kur kanë hyrë musliman në qytet Himsit, edhe kanë pranuar mi dhon gjizje muslimanëve. Do me pagu tatim edhe si u mos kërkosh na ju mbrojmë juve. Pastaj kur janë kthyer romakët për zdytje dhe janë tërheq muslimanët për tyne, kanë filluar me i mallku romakët. Me thonë shumë më i mirë të u ka sistemi muslimanëve. Do mos janë musliman këta. Shumë më i mirë të u ka sistemi muslimanëve. Ja u pagun tatimin, edhe s'të prejkë më kërkosh del punon pron tonë familjen tonë i që këta s'lojnë rahat kërkon me dal. Që i bjen se komplet sistem tjetër. Edhe sistemi romako-bizantin nuk ka qenë sistemi Shamit, por Shami ka qenë viset pushtuar prej romakëve edhe prej bizantinëve. Kjo luftë i jep fund romakëve në Sham. Pastaj i jep hapësirë muslimanëve që mu zgjeru edhe ka territoret e Turqisë së sotme. Pastaj është betejë e Kadisijës. Kadisija është vend në Irak tash sak nuk e di ku, po kryesorja aty dëgjon Omeri radhiyallahu anhu që komandanti i forcave persiane që ka pasur emrin Rostom është mbledh me 120.000 ushtar. Edhe po don me i luftu muslimanët e Irakut edhe fiset e Irakut që janë bë musliman. Edhe tash Omeri urdhëron Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, Amr ibn Asin e këta komandantë kryesor mu bart në Irak edhe me shku mu ballafaqu me persianët. Edhe don Allahu i lartësuar edhe kjo luftë edhe kjo betejë është duhet derse për ta, po kryesorja betejë e Kadisijës e humbin persianët, e humbin për shkak se janë popull frikacak interesant. Mos sa herë kanë hinë luftë persianët, gjithmonë kanë shfaq frikën. Edhe në këtë rast, ky Rustumi, komandanti i tyre, ky i pari u kon që shef. Shef, lushtarët lufton jam kjo shef, derisa njëri prej komandantëve musliman e gjant në sheft edhe e vret edhe pastaj e lajmon para njerëzve e vrajtëm Rustumin, ra vullneti i luftës edhe e humbën luftën, betejën, u dorëzon edhe persianët, edhe betejë e Kadisijës është fundi i persianëve në Irak. Fundi i persianëve në Irak. Persianët kurse kanë pas Irak. Në Irak kanë jetu popujt e vjetër. Në Irak ka jetu Ibrahimi a.s. Në Irak kanë jetu fisa arabe. Në Irak, një pjesë e madhe e jugut të Irakut, Basra e Sodit dhe rajone tjera, e kanë pranuar islamin herët. Mirë po, regjimi persian ka qenë regjimi imponum edhe pushtues në Irak, sikur se ka qenë regjimi romak, pushtues edhe në Egjipt edhe në Shamin e Sodit. Lufta e Kadisijës u zhvillu në 4 ditë, edhe secila ditë ka emrin e vet. Normal në pas gjarjeve, mirë po thamë që s'mundim me hinë detaj. Ama lufta e Kadisijës, që Amr ibn Asi është të shfaq këto, edhe si duket Amr ibn Asi e ka udhëheq luftën, radhiyallahu anhu, i jep fund persianëve. Këtu është interesant diçka. Këtë luftë shfaqet Ebu Sufjani. Në luftën e Jarmukut, shfaqet Ebu Sufjani, për nësë mundu me i përmend, shfaqet Ebu Sufjani, shfaqet Muavija, shfaqet Jezidi. Ebu Sufjani ka pas një djalë emrin Jezidi ka pas. Në këtë ta shfaqet njerëz do të mënë musliman që i kanë qëndru besnik islamit edhe kanë qëndru mirë në islam, ndërsa Ebu Sufjani në luftën e Kadisijës e përshkru një historian thot kur është përsu lufta, po të regon një ushtar, njëni për ushtar, kur është përsu lufta edhe mos se ke ditë kanë e ki rejthet, kanë jetu leftua, kanë jetu evra, a kush është mbrojt, thot e kthejsha kryt anash Ebu Sufjani të luftu. Ktheu knena të majt Ebu Sufjani të luftu. Ka u kthejsha mu do këtë që Ebu Sufjani është të luftu.
Që i bjen se Ebu Sufjani prej kur është bo musliman edhe ka pranu islamin, pastaj ka qëndru në mirë në islam edhe ka vdek mirë në islam. Thotë që njërin në syn e ka hup në betejën e Taifit, që ka luftuar muslimant kundër banorëve të Taifit, ndërsa synin e dytë e ka hup në Kadisije, edhe ka vdek pa dy syt. Ebu Sufjani radhiyallahu anhu, themi radhiyallahu anhu, për arsye se ka vdek pejgamberi alayhi salam duke qenë i kënaqur në Ebu Sufjanin. Gjithashtu edhe në Kadisija ka ngjarje që ja vlen me zgjat me derse, po masi të kryet lufta vjen njëri prej komandantëve, jo shumë të njohur, te Omeri radhiyallahu anhu në Medinë dhe po i thotë që e fitum luftën. Thotë Omeri, tregom kush u vro. Omeri radhiyallahu anhu më herët që i interesojnë detajet. Tregom kush u vro. Thotë u vro filani, që po një Omeri filani, thotë Allah i pranoft, shehit, Allah i mëshiroft. Pastaj thot, u vro filani, Allah i mëshiroft. Deri sa i thot, Omer thot, janë vro dhe disa nuk i njeti. E këto Omeri qanë, këto i pështen letë Omeri. Thot, shka jo bandam këtyne që pse si një Omeri, për deri sa zëti Omeri ti nje, që kanë bon këta dhe që kanë bon këta. Që që nuk ka nevoj muslimoni mu lodh, apo më përmenet emri, as po më përmenet emri. A dola në list, as dola. A u publikova jo, a dola në Facebook, as dola. A më falendruna jo. Mos në falendroft kërkosh, mos në ditë kërkosh, mos në njoft kërkosh, Zoti i gjithkushit në shes se shka jemi të po. E Omeri po e len këtë fjallë shumë interesant, thot shka ju bënë ndom atyne, shka humpin ata, pe i deregjeve të larta, shkallëve të larta të gjenetit, pse Omeri s'pinje, për deri sa i nje Zoti Omeri të dhe din që kanë bëva ata dhe që kanë bënë. Pastaj ngjarje tjetër është qelimi i Kudsit, edhe kjo është ngjarje interesante, se Omeri radhiyallahu anhu synin e ka pas te Kudsi, me zil Aksa, me shlu Aksa, pejgamberi alayhis salam është fal në Aksa. Aty është xhamia. Thuhet e Sulejmanit alayhis salam, thuhet Ibrahimit alayhis salam, thuhet që edhe Ibrahimi alayhis salam edhe ai ka marrë xhamin Aksa, sepse mes xhamisë Aksa edhe mes Qabës janë 50 vjet. E tash Omeri ka synin atje. Edhe e urdhëron Amr ibn Asin, e urdhëron Abu Ubejdën, se sot kanë qenë ka jugu i Palestinës, ka Damask kështu, mu ja afro Beitul Maqdis. Beitul Maqdis do thonë qyteti i Kudsit, Jerusalemi, po i ka pas muret e forta. Muret e fortifikuara nuk u shkon lehtë me hinta. Për ata dhe edhe në rrethimin e dytë ose qëllimin e dytë që e ban më thonë Kudsin që e kthen prej kryqëzatave Salahuddin Ejubi, ka gjë vështirë ka me thy për arsye se muret janë shumë të fortifikuar. Edhe thuhet që e rrethojnë 4 muaj. Kudsin e rrethojnë 4 muaj. 4 muaj i lusin, qelni dyrt. Hajde po e bojmë marrëveshje, se s'ka mundësi me i pështu jo, domethënë kësaj ushtrie. Po bojmë marrëveshje, e paguni gjizjen, i paguni shtetit. Edhe ushtrisë islame që ka më ju mbrojt, as ka më gëzu kush më prej. I paguni tatimet caktuar dhe njerëzit kush do të më bëjë musliman le të adhurojnë Allahun pa problem. Mirë po ta spranë. Ata e kishin frikën se persianët edhe romakët sa herë kanë bërë luftat, gati gjithmonë e kanë pasur si kërthinjës Kudsin. I herë kanë marrë ata, herë kanë marrë ata. Edhe sa herë kanë marrë njëri tjetrin kanë bërë masakra në popull, sidomos persianët, të cilët kanë qenë idhujtarë zjarpotista, ndërsa banorët e Kudsit kanë qenë krishterë, zakonisht kanë bërë masakra në popull. Edhe këta banorët e Kudsit të pas frikë se dhe musliman po e bojnë që ato se ndërsu. Derisa mas 4 muajve marrin vesh që s'ka mu opsion tjetër më të mirë se sa mu dorëzu edhe me pagu gjizje. Kur dorëzohen, ai patriarku kryesori i Kudsit thot qelsin e qytetit ja dorëzoi udhëhecit ju veç, se jap juve. Edhe i qenë fjalë Omerit radhiyallahu anhu, i thënë hajde më ardh, s'puna jap qelsin e qytetit. Niset Omeri prej Medinës për në Kuds radhiyallahu anhu, edhe merr shërtorin atë. Thuhet që e ka bë me ran, me hyp ndejve. Një pjesë Omeri, një pjesë ai, edhe kur i ka ardhur koha me ardhur në Kuds, ranin e ka pas shërtorin e hyp ndejve. Ky Omeri ka ngrej devën. Edhe ka thonë dhe si muslimanëve, mos tim qytet, unë ndejve ti to hestat, se ranin e kena çështu. Pastaj kur dëgjon Abu Ubejde që është ardhur Omeri radhiyallahu anhu i dal në rrugë dhe për gzam se e kena shëruar Kudsin e kiblën e musliman me xhamin Aksa kështu. Omeri radhiyallahu anhu te ngrej devën, i ka doth opingat çka ka pas, i ka qit në kraq të dhe po hec. Thotë Abu Ubejde, dhe si muslimanëve sa njeri ka më të pa ty, jo dhe si këtë ty në muslimanëve, ti kështu, domethënë jo fort i vesh mirë, jo pedant. Pastaj e ka Abu Ubejden për fytje. Fto Ubejde, mua pas tonë dikush tjetër këtë fjalë, unë ja kisha vonë mësim të madh, po ty e ju, se
ty të kom njëra. A ma pas thonë dikush të fjallin e kësha dhonë një mësim të madhë, e kësha hamë një të rrenaj. Thot, na jemi popull që Allahu na ka bo krenar me islam. Na me që të islam kena më rrinë që të. Për ndryshe, sa herë që lypo më bo krenar me diçka tjetër, Allah ka më na poshtru, si kurse qyshi ka poshtru historikisht. Sa herë muslimanët kanë lyp më ngrit na për stadionet futbollit për shembull, ose e lën dersin edhe e lën namazin me xhamat për me shikuar lojën e futbollit atje, edhe i derr lët pse ka humb ekipi i tij në stadion futbollit, kjo është krenari jo me islam, përmes të cilës në nçmohemi edhe përbusemi. Ose në i formë tjetër e krenarisë. Neve thot, Allahu na ka ngrit me këtë islam. O, Abu Ubejde, na jemi qëtu ku jemi me këtë islam. Pa qeropa, me qeropa, dveshon, me lecka, pa lecka. Pse jemi musliman që jemi? Jo pse jemi kont pastone, pse kemi pas perandorije, pse jemi kont mëdhej. Edhe pastaj ja dorëzon Chelsea në Omerit radhiyallahu anhu, dhe Omeri e shkruan një marrëveshje. Gjithë historianët thuhet se marrëveshja që e ka shkruar Omeri me krishterët e Kudsit, do thonë është e saktë, mirë po për mbajtjen nuk e tregojnë, po se duket Omeri ka thënë se kjo është ma Bismillahirrahmanirrahim, kjo është marrëveshja mes Omerit edhe banorëve ose patriarkut të Kudsit, filan Fustekut, që nuk do të preken pasunitë e tyre, nuk do të preken gjaku i tyre, nuk do të preken kishat e tyre. Sot adet, subhanallah, sot adet Palestina i ka kishat e kohës të Omerit. Me shku në Palestinë, sot da ditë janë kishat e vjetat kohës Omerit, që përthujnë se islami se toleran fejtë e tjera si toleran. Ku janë gjamijat e Andalusit? Ku janë Andalusi më spori? Ku janë gjamijat e Spanjës? Ku janë gjamijat e Beogradit? 240 gjami në Beograd janë konë. Ku janë gjamijat e Beograd? Ku janë gjamijat e Kosovës edhe të Shqipënisë në këtë komunizmin? Nuk ka pushtet, s'ka regjim vetë se i ka sulmu gjamit. Edhe i ka pengu gjamit, edhe sot tentohet me i pengu gjamit, po në forma pak ma moderne. Duke jetë e këtu ata që shkojnë gjami, jo islam radikal, jo ekstrem, jo ekonomik, jo politik, jo akshtu, dhe më thjesht me i propi gjamiës. Ndërsa kishat e krishterëve të kohës Omerit sot janë. Mirë, kush të këqen ka tolerant, kush e ka mësu tolerancën? Krishterët e Palestinës që janë sot, janë prej asaj kohë, kush si ka shti me zërë më bo krishter, më bo musliman. Ku janë musliman të Spanjës? Ku janë besimet e vjetra të Amerikës Jugore dhe Amerikës Veriore? Se eksistojnë më. Ku janë gjunte e popujve të Amerikës Jugore? Edhe ose që shna i mësojnë neve, kër e kanë zbulu Amerikën, u kanë fejra. Ska pas banorët, që ska pas banorët. U kanë tuk e banume. Mirë po, me që është rënjus, a i popull, edhe komtaresht, edhe fetaresht, du të me thonë që vëlla fejra i këna gjithë tani, tu e banu, i kemi banu. Ndërsa, ku ka sundu muslimanët? Perandoria Osmane, sa shtetën e Evropë veç i ka sundu. Shqiptarët e flasin Shqipën, bosnjakët bosnjakishten, bulgarët bulgarishten, Macedon gjuhën e tyre, dhe si cili popull e fol gjuhën e tyre, edhe arabët e folin gjuhën e tyre, edhe pse i ka sundu një perandori që ka qenë jo arabe. Indianët e folin gjuhën indiane, pakistanes gjuhën pakistane, persian gjuhën persiane, kretë këta kanë qenë nën perandori, ose arabe ose turke. Kush i asimilaj? Ose pse nuk ka asimilun këtë? Pse nuk në asimilaj neve islami që sa jemi, musliman, babe, babgjyshe, 5-6 breza, ose 7-8 breza, ma shumë, sot e flasim gjuhën, edhe e kemi gjakun e shqiptarëve dhe rej zemra për këtë vend dhe për këtë popull edhe për erdo kur të është legoja me mbrojt edhe me punu edhe me i shërbi këti vendi, pse nuk në asimilaj, pse tjetë për i asimilan? Pastaj, kë patriarku i Kudsit i thot Omerit si respektet apo falesh në kish të përda bëj një vend falën kishat jo do me shku më falën Gjamin Aksa edhe shkën falët Gjami Aksa e thujnë disa historian këto e ka bo Omeri që nesër mësë me morë si arsuetem muslimanët që mja uzurpu kishat të më në qëllum një vend po ka kisha po e së të bojmë Gjamimin e jo të më nëse se jopin banorët ose nëse banorët vazhdojnë me mbet krishterë në të kisha ato mbetën paprekur. Pastaj është edhe qërimi e Egjiptit. Po qërimi e Egjiptit është dersi gatë, dersi veti. Amr ibn Asi, masi që rregullohet, stabilizohet Iraku, largohen persianët për Irakut, largohen romakët për Shamit, e ordëron Amr ibn Asi me kalu në Egjipt, edhe me javëqu islamin edhe egjiptianëve, edhe me i liru edhe egjiptianët prej zullumit, edhe prej pushtimit romak. Edhe Amr ibn Asi shkon me ushtri, pastaj ndeshet me një popull që është kogje jashpër edhe kogje luftarak, i kërkon Omerit radhiyallahu anhu ushtar, edhe ja qënë pastaj Omeri ushtrim mirë, po ushrimi e Egjiptit është
çështjen e veti, që Amr ibn Asi e çliron Egjiptin dhe bëhet vali i Egjiptit. Mirë, këto janë zhvillimet ndoshta kryesore dhe pse ka të tjera. Ndërsa politikat që i zhvilloi Omeri radhiyallahu shkurtimisht është se e ndojti shtetin islam, ta shteti islam u rreth, e ndojti krahina e Irakut, krahina e Shamit, Gadish Hijazi, Mekka Medina, pastaj Egjipti, krahina e Egjiptit, krahina e Bahreinit anena, krahina e Yemenit ose Sanas. Dohon i boni krahina në mënyrë që mu qeveris edhe mu menaxhu manet. Pastaj i boni regjistrat, i pari është që ka fillu me regjistra. Boni regjistrat e ushtrisë. Kush është ushtar, do të më shkruajmë. Regjistrat e martesave, regjistrat e atyre që marrin asistencë sociale prej orkës së shtetit, e regjistra që filloi me regjistru gjithçka. Filloi me bë regjistra për çka. Gjithashtu sistemin e postës e avancoi edhe më tepër, edhe pse posta ka ekzistuar në kohën e pejgamberit alayhis salam, mirë po ai që e ka marrë lajmin, u dosh me jesnja khamset borod i kanë thonë, domethënë në Berit, me kali që mja dhona ati tjetërit që konë të prit postën e pastaj me përcjell. Ndërsa Omeri e ka zhvilluar më tepër, ka avancuar më tepër, e ka bërë postën edhe më të shpejt, pastaj e ka zhvilluar sistemin e konsulencës. Nuk ka marrë vendim pa u këshilluar. Para ata sahabët e mëdhej, sidomos ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, si kalon me dorë për Medinës. Kanë rënë në Medinë. Shumë kam nevojë për juve. Vendimet më dhaja, shteti është rrit, vendime që i prej kometi, kështu që po du mi marrë me juve. Edhe nuk ka marrë vendim pa u konsultu me shokët e vetë, sidomos shokët e Bedrit. Për ata muslimanët kur flasin për disa vendime që i marrë misat na vendimeve tanake, të shpejta, nxitume, e pa i mendu mirë, pa qenë adekuat për ato vendime, thojmë subhanallah, muslimoni sodit e merr një vendim mrena minutit që ti shkon Omeri radhiyallahu anhu gjallë, i kishin më ledh ushtarët e Bedrit që kanë qenë gjallë, i kishin konsultuar me ta. Ndërsa na nuk e konsultojmë asnjë njeri të vetëm. Gjithashtu e organizoi ushtrinë që çdo 4 muaj mund të rrugë. Kjo organizimi i ushtrisë është çështje në vete, çdo 4 muaj mund të rrugë ushtarët, ata që janë kanë fronte ose në vende të vija të rrezikshme, ose çdo mund të rrugë në çdo 4 muaj. I themeloi ushtrinë. Policinë Policinë për herë të parë, domthonë policia thjesht, jo sikur se kjo që është sot, mirë po në kohë të Omerit ka funksionuar dhe ka boroje natën, pastaj edhe ditën nëpër tregje, gjithashtu ka caktuar femra policie në tregjet e grave. Në tregjet e grave ku kanë shitë dhe kanë blej gratë, ka caktuar policie, sodit i themi policie, mirë po, ato që e kanë marrë terrenin në tregun e grave, thuhet i pari që e ka shpik burgun është Omeri radhiyallahu anhu, sistemi i burgut sodit, kanë Omeri radhiyallahu anhu, i cili nëse dikush ka bërë diçka që nuk ka pas të caktuar dënim shariat, po është dashur me dënim me diçka, thuhet që e ka fut me një bunar, domthonë një grup e fellu kon pa ujë, e ka lënë aty do det derisa i kanë ardhur me të këtina dhe u kthjell. Gjithashtu gjykatën e ka bërë vetë Omeri, në gjykatë s'u konsh vetë. Mirë po kur u zgjeru shteti edhe kanë filluar më ushtu problemet, atëherë ka pas nevojë si silla krahim me pas gjykatën e vet. I pari është që ka caktuar kalendarin hënor. Kalendarin hënor e kemi të Omerit sot. Edhe arsyeja sepse e ka bërë kalendarin Omeri, e po Musa Sharifi ka thonë Omerit, o Omeri musliman, o dhësi muslimanë. Po vin shkresa prej teje, po s'pidi data, cilla e para, cilla e dyta çmitit. Do të më bë data. Thot Omeri, hajde përbojmë datat. Mirë po, pe kujt pjanisëm i numru, vitet, det. Dikush i thot prej kur ka orë shpallja. Dikush ja propozon, thot, Aliu radhiyallahu anhu si duket, i propozon thot hijretin. Sepse hijreti e ka bërë dallimin mes hakut dhe batilit. Shpallja ka zbrit Mekë, mirë po s'u ka zonë vend më njëherë shpallja. Amo shpallja kur ka zonë vend që duhet, edhe kur u bë dallimi mes islamit dhe jo islamit, vërtetës dhe vërtetës me hijret. O kryet Omeri për marrë me hijretin, ndërsa muajin e parë për caktoi muajin Muharram, sepse është muaji që haxhit mos i ta kryejnë haxhin, domethënë dhe el-Hijja, dhe el-Qada, edhe dhe el-Hijja pastaj, tesa janë ardhur të shtëpia e tyre. Edhe në mas haxhit, ka fillu Muharremi, thot, po e filloj me muajin Muharram me haxhit. Sepse haxhit kur të kthehen për haxhit, kthehen të pastët inshallah dhe po e nisin vitin me njerëz të pastërt. Pastaj edhe shërimet e tjera që ka shkaktuar, domethënë që i ka në kohë të Omerit radhiyallahu anhu, po ka shumë çka të flitet. Por Omeri radhiyallahu anhu, po them nuk është qëllimi me nxjerr jetën e tij.
përpara nesh, po ngjarjet kryesore, ngjarjet që kanë lënë në gjurmë në histori, edhe kanë ndrruar rrjedhat e historisë, pastaj edhe veprime të cilat kanë qenë shumë të motora, shumë të mençura, shumë të qëllume të Omerit radhiyallahu anhu, dhe në këtë formë Omeri qeverisë 10 vjet e 6 muaj, e 5 ditë, edhe ditë ja kanë numëruar. Edhe masi i plotson që periudhë, hyn njëri namaz të sabahit, edhe o thejrë Omeri radhiyallahu anhu duke qenë imam në namazin e sabahit mihrab, edhe i thënë shahid i mihrabit Omeri radhiyallahu anhu. Kush është kë? Kjo është një zjarrpotist persian, i cili ka qenë sklav i Mughire ibn Shu'be, edhe ka qenë farkatar. Omeri një ditë ka kaluar të pari, ka punëtori e tij dhe ka thonë ma rën një khanxher të mirë. Khanxher i kanë gjojt thikës, po pak si kërë loshko. Thotë kë ka më të marru një khanxher që ka me një për to lindje dhe perëndimi. Omeri se ka më veshin fort. Edhe më rën që to e xehelis, edhe shpun Omerin radhiyallahu anhu në duke qenë namaz. Pastaj duke dosht me i prej xhamis, sahabët kanë dosht me kap, po pastaj ka lëndu edhe disa tu ik, po e kanë zonë dhe e vrojnë. Pastaj Omerit radhiyallahu anhu sjellin me pi qumsht, mos plagosis, me pasë ku e ka plagë. Kur ka filluar me dal qumshti prej plagëve, thotë Omeri s'ka jetë për mua. Edhe fillon me lën testamentin, fillon me ilon porosit, e cakton se kush më kon halife, po nuk e cakton një person, i cakton 6, thotë prej që ty në 6 dhe mos del halifja, njëri prej tyre 6 do të mos jenë. Çka është interesant? 2 sene që du me i lidh me Republikën Islamike të Iranit. Republika Islamike është padrejësia më e madhe, më thonë Republika Islamike. Republika anti-islamike po. E para, ngushtica Hormuzit, pra po kthehemi te Hormuzi. Pse ka mbet ngushtica Hormuzit? Sepse Hormuzi ka qenë një komandant persian, zjarrpotist, që e ka humbë betejën kundër Khalid ibn Walidit. Për inotit edhe për mbledhjen e madhe që e kanë para arabët dhe muslimanët, Hormuzi, ngushtica Hormuzit. Nëse ata dojnë islam, Republikë Islame, pse nuk i ka mbet emri ngushtica Khalid ibn Walidit për shemb? Njëri që i ka sjell gjithë këtë shërbim islamit. Kjo e para. E dyta, personi që e ka vrarë Omerin, e ka thërë Omerin. Në Iran, s'po kujtohet tash qyteti, në Iran e ka atë teqen e vetet, vorrin që e kanë marrë kështu me kube, edhe shkojnë bojnë tavaf rreth saj. Rreth tij, domon rreth vorrit, edhe me gëzimin më të madh që kë e ka vrarë Omerin. Ai s'ka qenë musliman hiç, ai ka qenë zjarrpotist. E tash qysh ka mundësi mi thonë bejtës dikush musliman, edhe më gëzu, jo më gëzu, po me bo tavaf të vorri i një mushrikut, një idhujtarit, i cili e ka vrarë personin që i ka shërby islamit, një shërbim që se ka bo kërkush tjetër më herët pas pejgamberi edhe Abu Bekri. Qysh ka mundësi? Do të thonë, kjo është që na nuk do të mashtru me parulla. Nuk do të mashtru me parulla, edhe zakonisht ata që janë bosh, njerëzit që janë bosh, parullat i kanë të mëdhoja. Parullat i kanë të mëdhoja. Për ata Aliut radhiyallahu anhu, havarejt i kanë thonë, hakkamta ar-rijal wala hukma illa lillah, i kanë thonë Aliut. Ti thot pe i cakton gjykatës njerëzit, a gjykimi i takon Allahut, Allahu akbar. E Aliu, nëse Aliu se ka marrë vesh gjykimin e Allahut, dhe nuk e di sa e rëndësishme është me gjyku me listë Allahut, ku pe merr vesh me ti? Mi po parulla të mëdhoja, pse? Për arsye se bosh kënina. Njëjtën strategji e lunë edhe shijat sot, edhe Irani domethënë si shtet që i përkra, parulla të mëdhoja, Islami, Kutsi, Aksaja, kur një plëmë se kanë shkari për Aksa deri tash, mirë po ka plot musliman që thëjnë të vetëmi që po japin zërë sot, edhe po dojnë me shiru Palestinën, janë e Irani. Mirë, Irani e ka një ushtri që quhet ushtria Garda Revolucionare. Garda e cila është për me rujt revolucionin islamek që është bokëshe në Iran, që e ka bo Khomeini në vitin 1979. Kë gardë e ka një qetë quhet Fejlek el Quds, qeta e Qudzit. Kur një hap nuk e ka qitë me boni diçka një shërbim për Qudzin e Sodit edhe Xhamin Aksa. A emrin e madhe. Që nuk do të më mashtru me emrin asi, nuk do të më mashtru me parulla, po do të me këshirë për mbajtjen. Ai i cili ka fjalë të mëdha, ai i cili ka parulla të mëdha, ai i cili jep fjalë të mëdha, me këshirë ku i ka vëlla konta auto prek në tokë ju. Auto prek në tokë ju. Ai thot Aliut s'po gjykon me listë Allahut, ndërsa Aliu plok
Edhe i ka dëshmit prej Allahut se jetu një gjyku me lishtë Allahut, sepse kemi hinë xhenet. Ose të ngjashme me to. Këtu pra ishin ato që ka u mundua me i përmbledh rreth periudhës së sondimit të Omerit radhiyallahu anhu, vetëm si më thonë se tema kryesore, se si titull kryesor, por ndryshe se sa prej tyre ka nevojë trajtim të veçantë, me i kuptu mirë, pastaj me nxjerr mësime prej tyre, edhe na me gjetë pozicionin tonë dhe vendin tonë se ku duhet me qenë, nëse gjendemi në situata të ngjashme me ato të cilat kanë kalu muslimanët gjatë sondimit të Omerit radhiyallahu anhu. Qulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.